Ne shkojnë të gjithë, punojnë në për subjektet private në të zezë dhe nuk e kam për gjë fare dhe su bëm përshtypje se edhe u do jetoj apo jetoj deri aje. E drejtë, dhe në fakt ne ju ishit aty dhe e dëgjua që ne po flisnim për turizme dhe një nga problemet më të mëdha të sektorit turizmit është informaliteti. Dhe rrjedhimisht këto përkthehen në më pak të ardhura për të nesërmen. Këto janë të gjitha janë të padiskutueshme. Njëra anë kjo. Ana tjetër, ne kemi një migracion të moshës aktive. Atëherë, po ikën mosha e cila është kontributive në këtë skemë. Gjë që rëndon. Tjetra, janë mos deklarimin, ose sidomos në deklarimet. Pra nuk deklarojnë pagat reale. Po të shikojmë peshën më të madhe të punësuarve zënë me paga minimale, që është 20.000 lekë, mbi cilat deret kontributi sigurimeve shoqërore. Skema kontribut për kontribus, e cila ka dhe të drejtën e trashëgimisë të këtyre kontributeve, në qo se nuk arrin do t'i marrësh kontributet e këshu, por janë paratë tua, janë kontributet e tua. U jepen familjarve, apo këshu që ka një të drejtë të trashëgimia. Atere, interesi në këtë rast është shumë më i madh. Se në fundit, bet në qo se të ndodhë diçka dhe zel do të në pension, në fundit pasardhësve u lën një depozit në formë në pensionit që ta marrin për të vazhduar jetën në normalitet ku nuk e kanë edhe një nga prindrit.